Në rastin e ditës së ka gjeturve, sot është përëruar kompleksi memorial kushtuar 113 martirëve të Krushës së Vogël, të cilët më 26 mars të vitit 1999 u ekzekutuan dhe u dogjën të gjallë nga djem të moshës 13 deri në pleq 77 vjeçar. Me këtë gjak të derdhur të këtyre martirëve të Krushës së Vogël, që krahasuar me numrin e banorëve, është fshati që më së shumti në Kosovë i dha gjak lirisë së dheut. Sot në Krushë të Vogël, pas së dhimbjes së madhe, u bën bashkë edhe ministri për vlerat e luftës Antin Hoti, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Beqat Betyqi, kryesuesi Simir Krasniqi, ishte drejtori Edin Shehu, udhëheqës të këtij fshati dhe të mbijetuar si dhe invalid veteran të UÇK-s, për të përëruar kompleksin i cili flet për atë dhimbje të madhe e krenaри të pafund. Këtë herë dhe ikona dhe Taris, këngëtarja Shkurtë Feza, ishte pjesë e këtij përurimi. Fillimisht të praneshmit i ka përshëndetur nën kryetari fshatit Ermal Shehu, i cili ka rikujtuar një herit edhe tek ata të cilët ishin shpëtuar pas kësaj masakre dhe ndëruan jetë pastaj. Në ditën e pagjeturve, në këtë vend ku shkrua historia e kombit shqiptar, ku masakruar 113 burra, fëmijë e pleq të fshatit tonë. Le të shërbej ky memorial për ne të gjallët, për brezat që vinë, për të gjithë, që mos harrojmë historinë. Mos t'i harrojmë ata që dhanë gjithçka, sepse liria që sot e gëzojmë u pagua shtret. Lirinë që sot e gëzojmë erdhi fal gjithë atyre burrave dhe grave të kombit që ja dhanë jetën. Fal martirëve të Kosovës, fal dëshmorëve të ushtrisë më të pasur dhe më të shenjtë në botë, fal ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sot kujtojmë dhe nderojmë Bacën Çamilin. Çamil Shehun, i cili ishte shpëtuar nga kjo masakër, mirë po ndroi jetë në vitin 2020. Bacën Çamil ja pranë 2 djemë, Shaniun e Veliun, pjesëtar e familjar tjerë të familjes. Pos Bacën Çamil kujtojmë edhe Bacën Lutfi, i cili pashtu kishte shpëtuar dhe ndroi jetë në vitin 2019. Bacës Lutfi ja vranë djemt Afrimin e Bajramin, vëllain e familjarë të tjerë. Ministri Antin Hoti tha se Krusha e Vogël është njëra nga dëshmitë më të fuqishme se Serbia pos që kreu masakër u mundua të zhduk edhe gjurmët e veta. Pastaj ai tha se po kështu Serbia ende nuk i ka dhënë as trupat e këtyre martirëve, si dhe shumë të tjerëve në Kosovë. Në këtë vend u vranë dhe u doqën 113 civil shqiptarë. Vetëm pak arritën të shpëtojnë. Edhe sot, pas 27 vitesh, ky fshat ka ende familjarë të zhdukur. Ky memorial këtu është për të dëshmuar këtë vërtet, për të kujtuar se këtu nuk ka ndodhur një tragedi e rastësishme, por një krim i organizuar dhe i qëllimshëm, të nderuar familjar. Asnjë fjalë nuk e lehtëson të ambientuar edhe për këtë jemi të vetëdijshëm, por ky memorial është dëshmi se me dashurit tuaj nuk do të harrohen dhe se historia e tyre do të qëndrojë dokumentuar. Në të njëjtën kohë, ai na kujton se drejtësia ende nuk është vendosur plotësisht. Edhe sot, në ditën kombëtare të personave të zhdukur krahë 27 prill në Kosovë, për shumë familje këtu, edhe në tërë Kosovën, mungon përgjigjja më e rëndësishme për gjithë ne. Ku janë më të dashurit tanë? Kjo pyetje vazhdon prej 27 vitesh dhe mbetet një nga plagët më të rënda të shoqërisë sonë. Përgjegjësia për këtë krim është e qartë. Serbia jo vetëm që i kreu këtë krime, por vazhdon t'i mshef ato. Arkivat vazhdojnë të mbesin të mbyllura dhe shumë nga autorët, siç u thanë edhe parafolësit e me, janë ende të lirë. Kryetari i komunës Shaqir Totaj me këtë rast edhe një herë ka rikujtuar se Krusha e Vogël dhe gjaku i këtyre martirëve dhe shumë të tjerëve ka bërë që sot ta kemi lirinë që po e gëzojmë. Objekti këtu që po e shohim mas, që është një dëshmi e cila e dëshmon një histori shumë të vështirë, po sa të vështirë, aq dhe të lavdishme, sepse si rezultat i luftës e UÇK-s, na sot e kemi lirin, e kemi institucionet, e kemi shtetin. Po do me përmend një moment i cili mu më pengon, kur luftarët e lirisë quhen me emra ofendus, si tradhtar, si kriminal, shpresoj që koha e ardhme ta eliminoj një dukuni të tillë dhe asnjë luftar i lirisë mos quhet me emra të tillë, kurse ne bashk të ruajmë këtë memorial këtu si një pjesë e historisë për edukimin e brezave të ri dhe gjeneratave të reja, mbi rëndësinë e historisë tonë, në mënyrë që ajo asnjëherë mos në përsëritet
edhe përmes kësaj të edukojmë brezat dhe gjeneratët e reja, kurse vetë të përkushtohemi për në t'jarme më të mirë edhe të punojmë në mënyrë kvalitative të sigurojmë një kvalitet të jetës më të mirë për gjeneratët e reja për t'armen. Kurse edhe drejtori i administratës së Begjatë Bityqi me këtë rast ka rikujtuar edhe këtë masakër dhe me këtë rast ka falendëruar dhe ish drejtorin Edin Shehu që ka nisur këtë memorial. Secili kup nga mermeri përfaqëson një martir, ku gjithsej janë 113 martir, të cilat në formë harkore paraqesin idealin dhe qëndresën e tyre për liri. Në mes është paraqitur edhe elementi flak dhe ujë. Në pjesën anësore gjendet objekti i rënuar, këtu që mund ta shihni pastaj, si pjesë e mbuluar me gjam për të ruajtur artefaktet e kësaj masakre. Anasht janë ekspozuar edhe fotografitë e të mbijetuarve të masakrës, ku 2 nga ata janë të ndjerë, ndërsa 4 janë ende gjallë. Këtë dëshmitar të gjallë janë vetë historia dhe nëse dikush dëshiron të mësoj të vërtetën, apo të shkruaj histori për masakrën e Krushës së Vogël, atë e mëson nga këta dëshmitar. Ky vend mban brenda vetes plak të thella, kujtime të rënda dhe histori që nuk duhet të harruar kurrë. Krusha Vogël është simbol i sakrificës së popullit tonë, i dhimbjes së familjeve që humbën më të dashurit të tyre dhe i forcës për të vazhduar përpara. Sot përmes këtij kompleksi memorial, ne nuk ndërtojmë vetëm gur e mure, por ndërtojmë kujtesë, po ndërtojmë respekt dhe po ndërtojmë një zotim të përbashkët, që e vërteta të mos harrohet dhe drejtësia të kërkohet gjithmonë. Sot në ditën e të pagjeturve, kërkojmë nga institucionet qendrore drejtësi për 60 të pagjeturit të Krushës së Vogël. Ikona e këngës Shqipe Shkurte Fejsa me këtë rast ka promovuar dhe këngën kushtuar Krushës së Vogël me tekst Luljeta Shehut. Kalojnë muaj vite dikin, nana djem s'po me gjetë, lajnë me lot rrugët e Kosovës, e kërkush një lajnë s'ju jetë. Ndërto me prodhime vendore.